Skena e mbrëmjes në Big Brother Kosova nisi e zakonshme, por u kthye në një dramë të madhe sapo produksioni vendosi t'i tregonte Edith pamjet nga Grande Fratello. Të gjithë banorët u ulën në divan. Kamera u fokusua në fytyrën e Edith dhe ekrani u ndes me një dritë të ftohtë që paralajmëronte se po vinte një lajm i rënd. Momenti 1, pamjet që e rrëzojnë Edin, në ekran shfaqet Dolce në kuzhinën e Grande Fratellos, pranë saj. Një banor tullac, trup gjatë, energjik dhe shumë i afërt me të. Ai e përqafon në shaka, ajo qesh, ai i afrohet, i prek krahun, i flet në vesh, dhe pastaj vjen pamja që e copëzon Edin, tullaci i jep Dolces një puthje të shpejt në faqe. Ndërsa ajo nuk reagon, nuk largohet, madje qesh me turp, banorët e BB Kosova ngrin, Edi u mbetet pa frym, ai mbulon gojën me dorë, mosbesim total, jo. Jo, kjo nuk është Dolce. Jo, kjo nuk është ajo që njoh unë. Syt i mbushen me lodh, gjoksi i lëviz me vrull, sikur nuk merr dot ajër. Momenti 2, Edi u shpërthen nga dhimbja, pamjet vazhdojnë. Dolce duke folur me tullacin, duke buzëqeshur, duke e parë drejt në sy, sikur e ka harruar botën jashtë. Edi befas ngrihet në këmbë, ajo po më tradhton. Po më tradhton live në Itali. Dhe unë po e shoh. Askush nuk guxon të ndërhyj, ai shikon ekranin, pastaj tokën, pastaj sërish ekranin. Të gjithë më thoshin mos e idealizo. Por unë e besoja. I besoja çdo gjëje që kemi bërë bashkë. Dhe ajo sot është me atë tullacin sikur unë s'kam ekzistuar në shtëpinë e Big Brother Kosova nisi me rrjedhin në faqe pa brenda pak minutash në një nga skenat më dramatike të sezonit. Edi del me shpejtësi nga dhoma e ndenjes, banorët dera për plasën lehtë dhe ekrani i madh kamerat ndriçuan me logon e Grande Fratellos drejt oborrit. Ata nuk e dinin se çfarë do ndodhte, vetëm dridhet i ndjeu që diçka nuk shkonte. Moment një lajmi që e shkatëron, videoja filloi. Ajo më ka harruar hyn në shtëpinë italiane, banorët e Grande Fratellos e përqafojnë, i bëjnë komplimente. E rrethojnë. Zëri i tij ngjyrë në atë gjithë Edi ngriu. Momenti 4, as drëfimi as fytyrën, vetëm syt i rrëshitën në lodh. Jo. Jo, kjo s'ka si me qenë e vërtet. Ai mori frym thellë. I u dridh mjekra, Dolce. Në Itali? Pa më thënë asgjë? Pa më dhënë asnjë shenjë? Banorët e tjerë e panë me shqetësim. Asnjëri nuk guxoi të fliste. Moment 2, lotët e parezistueshëm. Edi ul në dy sheme, mbajti kokën me të dyja duart dhe filloi të qante hapur, pa e fshehur më. Pse iku? Pse më la? Unë këtu e pres, e mendoj çdo ditë. Dhe ajo shkon atje. Ai mezi merrte frym nga emocioni. Mos lidhet me dikë tjetër? Mos e mbajnë në krah siç e kam mbajtur unë? Mos po e harrohen. Heshtje totale, vetëm zëri i tij i dridhur duke jehuar në dhomë. Moment 3, ikja drejt oborrit, papritur ai u ngrit me vrull, hapi derën e xhamit dhe doli me shpejtësi në obor. Kamera e ndoqi pas, nuk mundem. Nuk mund ta përballoj këtë dhimbje këtu brenda. Ai eci drejt pishinës duke fshirë lotët me krah, por lotët i rridhnin gjithsesi. Banorët, Edi. Ndalu. Hajde ulu një minutë. Por ai nuk donte të dëgjonte askënd. Moment 4, hidhja dramatike në pishinë. Edi qëndroi në buzë të pishinës, në heshtje. Disa sekonda që dukeshin si orë, u i shkëlqente nga dritat e natës, ndërsa ai merrte frym thellë, i shtrënguar nga emocionet. Pastaj, pa thënë asnjë fjalë, u hodh në yjer, jo nga rreziku, jo nga dëshpërimi i rrezikshëm, por si një shpërthim emocional, si një mënyrë për t'u larë nga dhimbja, për t'u freskuar. Nata në Big Brother Kosova nisi e qetë, por u kthye në një stujë emocionale sapo u përhap lajmi se Dolce ishte futur në Grande Fratello Itali. Në fillim, askush nuk guxonte t'i thoshte Edith. Ai ishte ulur në divan, duke pirë kafen e natës dhe duke qeshur me një batutë të banorëve. Por sapo produksioni thirri emrin e tij, Edi, afrohu te ekrani. Ke një njoftim. Të gjithë e ndjen menjëherë që diçka serioze po vinte. Moment i parë, goditja e lajmit, në ekran u shfaq logoja e Grande Fratellos dhe fytyra e Dolces duke hyrë në shtëpinë italiane, e buzëqeshur, e rrethuar nga banorë të rinj. Edi ngrin. Ngrin krejtësisht, nga syt i zhduket drita e zakonshme dhe zëvendësohet nga një lloj hutimi i thellë. Sikur dikush i kishte shkputur tokën nga këmbët. Dolce. Atje? Në Itali? Në Grande Fratello? Po që bën ajo atje? Përshpëriti, por askush nuk i përgjigjet. Labi tentoi të fliste, por u ndal.
Edin nuk e prisje kur kaq të prekur, në sytë e tij dukej shumë qartë, ai ishte tmerrësisht i frikësuar. Momenti i dytë, xhelozia që shpërthen, edhe pse u përpoq të buzëqeshte, Edi nuk e mbajti dot veten, ai u ngrit. Filloi të ecë rreth tavolinës, të fërkoi duart e të shikoi poshtë sikur kërkonte fjalët, po pse shkoi ajo? A e dinte se unë jam këtu? A e dinte se çfarë ndjej? Pastaj shtoi me një ton që i dridhej, inshallah. Inshallah nuk lidhet me naj banor atje. O Zot, s'po e përballoj dot idenë ta shoh me dikë tjetër. Banorët e tjerë mbetën të heshtur, nuk ishte më një reagim loje. Nuk ishte skem për kamerat, ishte dhimbja e një njeriu që sapo humbi kontrollin e botës së tij. Momenti i tretë, mbyllja në vetvete, Edi doli në obor, pa thënë asnjë fjalë. Dera u mbyll pas tij dhe u dëgjua vetëm shurma e butë dhe këpucëve të tij mbi tokën e ftohtë. Ai u ul në stol, mbështeti bëryllat të gjunjët dhe fshiu syt me dorën e majtë. Kamerat afruan qet, ai murmuriste, unë nuk e urrej. Absolutisht jo. Unë vetëm kam frikë. Se mos më haron. Se mos dikush tjetër e bën. Sonte në Big Brother Kosova pritet një nga momentet më të forta emocionale të këtij edicioni. Produksioni ka paralajmëruar se Edi do të thirret në dhomën e rrëfimit për një njoftim që pritet t'i trondit të gjithë banorët dhe publikun. Që në orët e para të mëngjesit në shtëpi ka pasur lëvizje të çuditshme. Banorët kanë vënë re se stafi po përgatiste diçka të madhe, ndërsa kamerat e ndjekin Edin pothuajse kudo. Ai vet ka qenë më i heshtur se zakonisht, ndërsa shpesh e kapin i menduar duke parë në këndin e oborit ku shpesh rrinte me dolcen, por mbrëmja e sotme do t'i ndryshojë gjithçka. Edi, të lutem ulu. Kemi një informacion për ty. Dera e dhomës së rrëfimit mbyllet pas tij. Muzika bie. Zëri i Big Brotherit bëhet serioz, ne e di që ti ke folur shumë për dolcen, për lidhjen tuaj jashtë, për mungesën që ndjen. Por Big Brotheri ka për detyrë të informoj për një zhvillim të rëndësishëm. Edi mbetet i ngrirë. Syt i hapen pak e duart i shtrëngohen, Dolce është futur në shtëpinë e Grande Fratellos në Itali. Dhe që në ditët e para. Ajo është afruar shumë me një prej banorëve atje. Pamjet shfaqen në ekranin përballë tij, Dolce duke buzëqeshur, momente nga bisedat me banorin italian, afrimitete, çaste që flasin vetë. Edi e tërheq frymën me vështirësi. Syt i lëkunden midis krenarisë, habis dhe dhimbjes, ajo ka thënë se po e nis një njohje të re. Se brenda shtëpisë së Grande Fratellos po gjen dikë me të cilin po krijon kimi. Një heshtje e rënë. Edi ul kokën. Buzët i dridhen, nuk ka shpërthyer. Por duket qartë që brenda tij gjithçka po shembet. Jashtë, banorët presin, në sallon nuk dëgjohet as fryma. Të gjithë presin çfarë po ndodh me Edin, sepse produksioni ka paralajmëruar se lajmi është jetik për të. Kur dera e dhomës së rrëfimit hapet, Edi del ngadalë. Syt i janë skuqur, fytyra i është veshur me një qetësi të frikshme. Banorët i afrohen, por ai thot vetëm, s'jam mirë. Më duhet pak kohë. Nailiri i vendos dorën mbi shpatull. Benita. Në oborin e Big Brother Kosova, mbrëmja kishte një qetësi të çuditshme. Dritat mbi kopsht ndriçonin ngadalë, ndërsa banorët ishin shpërndarë nëpër ambiente. Bia, e cila prej ditësh dukej më e tërhequr dhe më e tensionuar emocionalisht, më në fund vendos të flasë. Ajo afrohet te Arditi, i cili po rrinte i ulur në shesh pushimin pranë pishinës. Me një buzëqeshje të lehtë, por sy të lodhur nga emocionet që i kanë marrë frymën, Bia i thot, Ardit. Kam nevojë për pak puthje. Për pak dashuri. Më duket sikur po më mungon diçka këtu brenda. Arditi e shikoni habitur, jo nga fjala, por nga sinqeriteti i saj. Ai nuk ishte mësuar ta shite Bian kaq të brisht. Në shtëpi, ajo shpesh tregonte energji, batuta dhe provokime, por këtë herë zëri i saj dridhej pak. Je mirë? Çfarë po ndodh me ty? I thot Arditi me një ton të butë. Bia ulet pranë tij, duke rëshitur flokët pas veshit, thjesht. Këtu brenda ndonjëherë më duket sikur mungon afeksioni, ndonjë fjalë e ngrohtë, një përqafim, diçka njerëzore. Nuk po flas për lojë. Po flas për ndjesi. Arditi buzëqesh lehtë, duke e parë drejtë në sy, unë jam këtu. Nuk të lë vetëm. Po më thua troç që ke nevojë për dashuri. E mirë, po e dëgjoj. Por mos haro se ti je e fortë, Bia. Ajo që të mungon, unë mund të ta jap si mbështetje, si mik.
Bia i prek krahun lehtë, e qetë, e sinqert, nuk po kërkoj asgjë të gabuar. Vetëm pak afërsi. Pak mirëkuptim. Arditi e mbështjell me krah, duke e afruar ngadalë, atmosfera në obor ndryshon, kamera afrohet, mikrofonet kapin frymëmarrjet e tyre të qeta, ndërsa kjo skenë bëhet ajo lloj momente që publiku e ndjen menjëherë, një çast i butë, i vërtet, ku dy banor thyejnë murin e lojës dhe flasin si njerëz. Toni u zgjua më herët se zakonisht atë mëngjes. Me flokët ende të çrregullt, ai mori një banane nga shporta e kuzhinës dhe filloi të hante me atë qetësinë karakteristike që e dallon gjithmonë në mëngjeset e shtëpisë së Big Brother Kosova. Ndërsa banorët e tjerë zvarriteshin drejt kafes, Toni dukej sikur ishte në një film komik, i qetë, i fokusuar dhe me mendjen diku tjetër, dhe ajo diku tjetër quhej Benita. Pasi mbaroi kafshatën e fundit, ai u drejtua drejt oborrit ku Benita po ngrohej në diell. Ajo ngriti syt, pak e habitur, pak e kënaqur, si gjithmonë kur Toni afrohej. Toni, pa asnjë hezitim, me atë stilin e tij spontan që askush nuk e parashikon. Iu afrua, buzëqeshi lehtë dhe e puthi Benitën në buzë. Banorët që ishin aty pranë mbetën me gojë hapur. Një pjesë filluan të qeshnin, të tjerë ulëritën o opa. Ndërsa kamerat e Big Brother fokusuan menjëherë momentin, duke e shndërruar atë në skenën më të bujshme të mëngjesit, Benita u skuq, por nuk e largoi. Përkundrazi, buzëqeshja i tha me zë të ulët, po na zbulon kështu në mëngjes? Toni qeshi, ngriti supet dhe ju përgjigj, ma mori mendja. Që jemi gati të bëhemi çift. Dhe kështu, pa shumë fjalë, pa deklarata zyrtare, me një banane dhe një puthje, Toni dhe Benita i dhanë sinjalin e parë të qartë se ndoshta këtu po lind çifti i dytë i shtëpisë. Në dhomën e komentimit, ndërkohë, producentët me siguri po përgatisin tashmë titrat, romanse e re? Po nis historia Toni, Benita.